Nga prilli, rryma në Kosovë mund të rritet për 15%. Por kjo rritje nuk do të vrejë vetëm në fatura, do të kishte efekte zinxhirore në gjithë ekonominë. Aktualisht, nëse shpenzoni deri në 800 kW rrymë në muaj, paguani 7,79 cent gjatë ditës. Me rritjen e paralajmëruar, çmimi do të shkojë në 8,96 cent. Për ata që i tejkalojnë 800 kW, çmimi është më shtrejt, mbi 14 cent për kilowatt. Zyra e rregullatorit thotë se shtrejtimi është i pashmangshëm. Prodhojmë pak, konsumojmë shumë dhe jemi të varur shumë nga importi. Sektori i ambisërisë shpenzon deri në 65% të rrymës së konsumuar në Kosovë. Për përdorim komercial shpenzon në 21%, ndërsa për sektorin e industrisë vetëm 7,5%. Kosova nuk arrin t'i mbulojë vetë nevojat e saj me energji. Termocentralet Kosova A dhe Kosova B janë të vjetra dhe jo efikase. Kjo i godet drejt për drejt bizneset, sidomos ato prodhuese. Një fabrikë që paguan 1.000 euro në muaj për rrymë, do të paguaj 1.150 euro në rast të shtrejtimit për 15%. Përfaqësuesit e bizneseve paralajmërojnë se me shtrejtimin e rrymes do të rriten edhe çmimet e produkteve esenciale, bukës, qumshtit të vajt. Me rritjen e vazhdueshme të çmimeve që nga shpërthimi i pandemisë Covid-19 dhe luftës në Ukrainë, qytetarët janë të shqetësuar për një valë të re shtrejtimesh. Në qershor pritet edhe një ndryshim. Kompanitë e mëdha mund të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre me rrymë dhe të dalin në treg të hapur, si pjesë e liberalizimit të tregut të energjisë. Afaristët thonë se ky tranzicion mund të nënkuptojë çmime më të larta të rrymës, mbi 15 cent për kilowatt, dhe rrjedhimisht edhe shtrejtim të çmimeve të produkteve. Odat ekonomike kërkojnë që ky proces të shtyhet, duke argumentuar se vendi ende nuk është gati. Por zërreja këmbgul se tregu është i përgatitur dhe se do të mbikëqyret rreptësisht.